Shumë për të lexuar sot. And because we have a lot of reading, Dhe për shkak se kemi kaq shumë për të lexuar, I did not put all the verses up here. nuk I vura të tëra vargjet aty. My heart is very, very heavy this morning Zemra ime është shumë e rëndë to preach the thing that the Lord has put on my heart. të predikoj atë gjë që Zoti vuri në zemrën time. And I have asked the Lord all week to help me. Dhe I kam kërkuar Zotit tërë javën që të më ndihmoj. And I pray that you would also please ask Him to help me as I preach this morning. Dhe ju kërkoj edhe juve që të kërkoni Zotit që të ndihmoj mua kur të predikoj tani. I believe the Lord is going to use this message this morning to wake up our hearts Dhe besoj që Zoti do e përdori këtë mesazhin që të zgjojë zemrat tona, and possibly as a warning. edhe si një paralajmërim. I did not have anyone in this room in mind Dhe nuk kisha asnjë në këtë dhomë në mendje when the Lord gave me this message. kur Zoti më dha këtë mesazh. But He gave it to me to preach, and so I want to preach it this morning. Por ai më dha mua që ta predikoja dhe unë dua ta predikoj. All right, 1 Samuel chapter number 15. 1 Samuelit kapitulli 15. I'll give you just a second to get there. Do t'ju jap disa momente që të shfletosni atje. I am thankful for this story. Dhe jam falenderues për këtë histori. I love the books of Samuel. Dhe mua më pëlqejnë librat e Samuelit. Samuel is probably my second most favorite person in all the Bible. Dhe Samueli është personi I dytë I preferuar në e tërë Biblën. He's a true man of God. Dhe ai është një njeri I vërtet I Perëndisë. All right, 1 Samuel chapter number 15, 1 Samueli 15. and we'll start reading in verse number 1. do të fillojmë te vargu I parë. Listen to the reading. Dhe dëgjoni këtë leximin. All right. Gjithashtu Samueli I tha Saulit, Zoti më dërgoi të vajos që të jesh mbret mbi popullin e tij, mbi Izraelin. Prandaj tani vëri veshin zërit të fjalëve të Zotit. Kështu thot Zoti I ushtrive, e mbaj mend atë që Amaleku I bëri Izraelit, si I zuri atij prit udhës kur ky po ngjitej nga Egjipti. Tani shkoje godite Amalekun dhe shkatro krejtësisht gjithçka që ata kanë mos I kurse. Por therë burë dhe grua, bebe dhe foshnje, ka edhe dele, deve e gomar. Dhe Sauli e mblodhi popullin së bashku dhe I numëroi ata në Telaim, 200.000 këmbësorë dhe 10.000 burra nga Juda. Dhe Sauli shkoi në një qytet të Amalekut dhe suri prit në Lugin. Dhe Sauli u tha kenitëve, ikni, largoni e zbrisni poshtë nga mezi I Amalekitëve, që të mos u shkatroj bashkë me ata, sepse ju u dëftuat të dashamirës të gjithë bijve të Izraelit, kur ata po ngjiteshin nga Egjipti. Kështu kenitët u larguan nga mezi I Amalekitëve. Dhe Sauli goditi Amalekitët nga Avilao derisa vjen në Shur, që gjendet me ata përballë Egjiptit. Dhe ai e zuri të gjallë Agagun, mbretin e Amalekitëve, dhe ai e shkatroi krejtësisht tër popullin me teun e shpatës. Por Sauli dhe populli e kërcyen Agagun, si dhe të mirat ndërdele që majmok qenjja e gjithë çka që të mirë dhe nuk deshën t'i shkatronin krejt, por çdo gjë që ishte e frejnë dhe e pa vlerë shkatruan krejtësisht. Atëherë fjala e Zotit erdhi te Samueli duke thënë, po ndëroi mendje që e vura mbret Saulin, se ai është kthyer mbrapa nga të ndjekurit mbas meje dhe nuk I ka përkryer udhërimet e mia. Dhe kjo I dhëroi Samuelin dhe ai thiri Zotit tër natën. Dhe kur Samueli u çua erët të takonte Saulin në mëngjes, Samueli t'i treguan duke I thënë, Sauli erdhi në Karmel dhe ja ngriti një vend për vete, shkoi vërda dhe kaloi Matan dhe ka zbritur në Gilgal. Dhe Samueli erdhi te Sauli dhe Sauli tha atij, qofshi bekuar nga Zoti, e kam përkryer udhërimin e Zotit. Dhe Samueli tha, ç'kuptim ka atëherë kjo blegërim delesh në veshët e mi e kjo bulurim që qesh që dëgjoj. Dhe Sauli tha, I kanë sjell nga Amalekitët, se populli ka kërcyer më të mirat e deleve e të qeve për t'ia flijuar Zotit Perëndisë tënd, kurse pjesën tjetër e kemi shkatruar krejtësisht. Atëherë Samueli tha Saulit, resht, do të tregoj se çfarë më tha Zoti këtë natë. Dhe ai tha, fol. Dhe Samueli tha, kur ti ishe I vogël në sytë e tu, a nuk u bëre krau I fiseve të Izraelit dhe Zoti të vajosi mbret me Izrael? Dhe Zoti të dërgoi në një shtektim e të tha, shkoj e shkatroj krejtësisht Amalekitët me katar dhe lufto kundër tyre derisa ata të konsumohen. Përse atëherë nuk ju binde zërit të Zotit, por fluturove mi plaçkën dhe veprove keq në sytë e Zotit. Dhe Sauli I tha Samuelit,
po unë jam I bindur zërit të Zotit. Shkova në odhën ku Zoti më dërgoi, e solla Agagun, mbretin e Amalekitëve, si dhe I shkatrova krejtësisht Amalekitët. Por populli mori prej plaçkës dele e qe, nga më të mirat dhe gjërave që duhet ishin shkatruar krejt për t'i afliuar Zotit Perëndisë tënd në Gilgal. Dhe Samueli tha, a gjen Zoti kënaqësi më të madhe në ofrime të djegura e flijime, apo në bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, të bindësh është më e epërme se flijimi, dhe të dëgjuarit më mirë se sa dhjami I deshve. Sepse rebelimi është një lloj si mëkati I shtrigërisë, kurse kokforcia është një lloj si paudhësia dhe idhujtaria, meqense ti e ke refuzuar fjalën e Zotit dhe ai të ka refuzuar si qenë I të mbret. Dhe Sauli tha Samuelit, kam mëkatuar sepse kam shkelur nga që ja pata frikën popullit, ju binda zërit të tyre. Tani pra, të lutem fale mëkatin tim dhe ktheu prap me mua, që të mund të adhuroj Zotin. Dhe Samueli tha Saulit, s'do të rikthem me ty se ti ke refuzuar fjalën e Zotit, dhe Zoti të ka refuzuar që të mos jesh mbret me Izrael. Dhe tek Samueli I kthei rrotull për t'u larguar. Sauli I roku fundin e mantelit dhe ai u gris. Dhe Samueli I tha atij, këtë ditë Zoti e ka grisur prej teje mbretërinë e Izraelit, dhe ja ka dhënë atë një të afërmit tënd, I cili është më I mirë se ty. Gjithashtu forca e Izraelit nuk do të gënjejë, nuk do të pendohet, se ai nuk është njeri që të pendohet. Pastaj ai tha, unë kam mëkatuar, por gjithsesi të lutem, ndero tani përpara pleqshme të popullit e përpara Izraelit, dhe ktheu përsëri me mua që mund të adhuroj Zotin Perëndin tënd. Kështu Samueli u kthye përsëri pas Saulit, dhe Sauli adhuroi Zotin. Pastaj Samueli tha, më sillni këtu Agagun, mbretin e Amalekitëve, dhe Agagu ju afrua me delikatesë, se Agagu thoshte, me siguri hidhësia e vdekjes ka kaluar. Dhe Samueli tha, ashtu si shpata jote ka ndandisi gratë pa fëmijë, kështu do të ka ndandiset e pa fëmijë edhe nëna jote ndër gra. Dhe Samueli e bëri Agagun copë çik përpara Zotit në Gilgal. Pastaj Samueli shkoi në Rama, kurse Sauli u ngjit në shtëpinë e vet në Gibea të Saulit. Dhe deri në ditën e vdekjes së tij Samueli nuk erdhi më ta shinte Saulin, sidoqoftë Samueli mbante zi për Saulin, dhe Zoti ndoroi mendje që e kishte bërë Saulin mbret në Izrael. Thank you so much for being patient. Faleminderit për durimin tuaj. I want to tell you a story before I preach the message. Dua t'ju them një histori përpara se të predikoj mesazhin. Several weeks ago, Disa javë më përpara, Dion and Arnold and I, unë, Arnoldi dhe Beni, we went to Porto Palermo to go fishing. shkuam te Porto Palermo për të peshkuar. It was not the first time that we had been there. Si ishte herë e parë që kishim shkuar atje. We had been there when Miss Chelsea's father also came. Kishim shkuar atje kur erdhi edhe babai I zonjës Chelsea. And to get to the place to where we were fishing, Edhe të shkonim taj vendi ku do peshkonim, you had to perfectly walk on a certain path to get to the place. Duheshe që të ecje në një mënyrë të përsosur në ato gurje tempreta, Or it was just too difficult to get to. ose do të ishte tepër e vështirë që të arrijë tek ai vend. My knees are not the best. Dhe gjunjtë e mi nuk janë më të fortë. And so when we went there the first time, Kështu që kur shkuam atje herën e parë, in my mind I had made a mental note në mendjen time kisha bërë një shënim mendor of the exact path that I needed to walk so I would not hurt myself. të udhës që duhet të bëja që mos të vrisja këmbët e mia. There were many times that first time that we went there. Dhe kishte shumë herë në atë herën e parë që shkuam atje, And the last time that we went there, dhe në herën e fundit që shkuam atje, that I walked back to the van to take something that I needed. që u ktheva tek furgoni të merja diçka që më duhej. I had that path memorized like the back of my hand. Dhe kisha të udhën të memorizuar sikur ta kisha mbrapa kokës time. Well, the last time that we went fishing there with Dion and Arnold, Por herën e fundit kur shkuam të peshkonim me mua dhe me Arnoldin, I had forgotten that light that sits on my head so I could see good. harova të vija atë dritën që e vë rreth kokës që të shija rrugën. All I had was a little flashlight Dhe vetmja gjë që kisha ishte ajo drita e telefonit, that I would hold in my mouth as I walked. që e mbaja në gojën time kur eci. But it died. Por edhe asaj I iku bateria. I was not worried. Dhe unë s'kisha merak, I had a little bit of light from the moon, kisha pak dritë na hënë. and I knew that path
Dhe e dija atë udhën. I knew when I had to step to the right, Dhe e dija kur duhet të kaloja and I djathtas. knew when I needed to move a little to the left. Dhe e dija kur duhet të kaloja pak majtës. I knew what rocks I could step on that would not move under me. Dhe e dija në çfarë guresh duhej të hipja që ato nuk do lëviznin. I had all of that memorized. Dhe i mbaja mend të tëra këto. And I was so confident in the path. Dhe unë isha aq i bindur në ato udhën. Well, when we were leaving that night, Kur po ktheshim, kur do iknim në Vlorë atë natë, Arnold and I had developed a system. Arnoldi dhe unë zhvilluam një sistem. He would bring some of the fishing things to a certain point on the path. Ai sillte disa prej gjërave të peshkimit në një pikë I would gather them and I would walk them back to the van. dhe unë në ajo pika i merja dhe i çoja prapë te furgoni. And even without a light, Edhe me thënë pa dritë, I was confident I knew where I was going and what I was doing. unë isha i bindur se e dija se ku po shkoja dhe se çfarë po bëja. When we were almost done, Dhe kur ishim pak a shumë të përfunduar, I was walking back unë po kthesha and I took a step dhe më bëra një hap and come to find out there was nothing under my foot. dhe zbulova që s'kishte asgjë poshtë këmbës time. And my whole leg went down in a hole about a meter deep. Dhe tërë këmba ime u zhyt në një vrim që ishte 1 metër e thellë. It hurt my knees so bad. Dhe më vrau gjurin aq keq, And I limped back to the van. edhe me thënë çalova deri tek furgoni. Neither Arnold or Dion Dhe as unë as Arnoldi knew that this happened to me that night except for right now. nuk e dinin që ndodhi ajo atë natë, edhe me thënë deri tani që e tha Beni. But do you see, before there was a fall that night, Por ta shikoni që përpara se të bija unë atë natë, there was another fall. ishte një rënje tjetër. It was not a physical fall. Dhe nuk ishte një rënje fizike, It was a fall that was in my heart. por ishte një rënje që ishte në zemrën time It was a prideful dhe fall. ishte një rënje krenarie. Because I thought that I knew the way. Sepse unë mendoja që e dija udhën. I thought that I did not need help. Dhe unë mendoja që s'më duhej ndihmë. I thought that I didn't need any light to help me. Dhe unë mendoja që s'më duhej dritë fare që të më ndihmonte. There was a fall before there was a fall. Dhe ishte një rënje përpara se të ishte ajo rënja fizike. It was my own fall. Ishte rënja ime It was my own pride. dhe ishte krenaria ime. And so this morning I want to preach on this. Kështu që këtë mëngjes dua të predikoj këtë. The fall that happened before the fall. Rënja që ndodhi para rënjes. You see, Israel prayed for a king. Izraeli u lut për një mbret They did not want a king that God wanted for them. dhe ata nuk deshin atë mbretin që deshte Zoti për ta. They wanted the king that they wanted. Por deshin një mbret që deshin ata. And you probably know the story. Dhe ju me shumë mundësi e dini historinë, So I won't go into many details. kështu që unë s'do hyr në shumë detaje. But here in our chapter that we've read, Por këtu në kapitullin që kemi lexuar, Saul has 3 labels as a king. Sauli ka 3 emërime si një mbret. Number 1, he's an anointed king. Së pari është një mbret i vajosur, Then he's a disobedient king. pastaj është një mbret i pa bindur, And then he's a rejected dhe king. pastaj është një mbret i refuzuar. You see, the fall did not happen in Saul's life Kështu që rënja nuk ndodhi në jetën e Saulit, when he did not kill the king Agag kur ai nuk vrau mbretin Agag and the best of the animals. dhe kafshët më të mira. The fall happened before the fall, Por kjo rënje ndodhi përpara rënjes, when his heart made a decision kur zemra e tij bëri atë zgjedhjen to walk away from obedience. që të ecte larg bindjes. You see, someone does not just fall into disobedience like this. Shikoni, një njeri nuk bie me njerë në pa bindje. Listen to me closely. Më dëgjoni me kujdes. This is not a fall. Kjo nuk është një rënje, This is a decision. por kjo është një zgjedhje. A fall will have been messing up, Një rënje mund të ishte në një gabim që bëhet, and maybe he said a bad word when he got mad. dhe ndoshta tha një fjalë të keqe kur u mërzit. A fall would be you quickly lying to someone about something before you think about it. Dhe rënje mund të jetë që ti i thua një gënjeshtër dikujt tjetër pa e menduar. That's what a fall is. Kjo quhet një rënje. But see, there's a fall that happens before the fall, Por dëgjoni, ishte një rënje që ndodhi përpara rënjes. and that's when it's no longer a fall. Dhe kjo është kur nuk
nuk quhet më rënje, it's a decision. por quhet një zgjedhje që ti bën. A decision has been made here before anything ever happens. Dhe një zgjedhje bëhet përpara se çdo gjë tjetër të ndodhë. The fall that happens before this fall Dhe rënja që ndodh përpara rënjes is where the battle for obedience is either lost or it is won. është ku betejë për bindjen o fitohet o humbet. I'm going to preach quickly, Dhe të predikoj shpejt e shpejt. but this is so important. Por kjo është kaq e rëndësishme. There's so much inside this chapter, Dhe ka kaq shumë brenda këtij kapitulli. and I pray that it's a help to all of us. Dhe lutem që të jetë një ndihmë për të tërë neve. Number one, I want you to see Së pari dua të shikoni the decree that demanded no deviation. urdhri që nuk duronte asnjë shmangje. Let's read verses 1 through 3 again. Të lexojmë vargjet nga 1 deri te vargu i 3. Gjithashtu Samueli tha Saulit, Zoti më dërgoi të vajos që të jesh mbret mbi popullin e tij, mbi Izraelin. Prandaj tani vëri vesh i zërit të fjalëve të Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive, e mbaj mend atë që Amaleku i bëri Izraelit si zuri atij pritullës, kur ky po gjitej nga Egjipti. Tani shko e godite Amalekun dhe shkatro krejtësisht gjithë shka që ata kanë e mos i kurse, por therë, burë edhe grua, bebe edhe foshje, ka edhe dhe dele, deve e gomar. Before there was ever a fall, Për para se të kishte ndonjë rënje, there was a plain word from God. ishte një fjalë e qartë prej Zotit. Now, Saul was not guessing. Dhe Sauli nuk po bënde amendsime, The command from the Lord por ky urdhërimi nga Zoti was not hard to understand. nuk ishte i vështirë për të kuptuar. And the Lord's command was so specific. Dhe urdhërimi i Zotit ishte aq specifik, It was like he knew the heart of Saul, është sikur ai e njinte zemrën e Saulit, which he did, by the way, që ai e njinte, and he knew where he would be tempted to do things his own way. dhe ai e njinte se ku Sauli do të ndojë që t'i bënte gjërat në mënyrën e tij. We all know some people Dhe të tërë njohin disa njerëz that it doesn't just click with them sometimes. që ndonjëherë ata thjesht nuk e kapin They never have that light bulb moment in their life dhe kur nuk e kanë atë momentin e ndriçimit në jetën e tyre, until they get one of these. derisa marrin një prej këtyre. All right? We all know people like that. Të tërë njohin njerëz si këta. All right? Some people can't take a simple explanation Dhe disa njerëz thjesht nuk kapin dot një shpjegim të thjeshtë and get anything done. dhe thjesht nuk arrin dot asgjë. Sometimes people have to be told step by step, Ndonjëherë këtyre njerëzve duhet t'i thuhet hap pas hap, or they'll find themselves falling. ose do ta gjejnë veten duke rënë. That is the idea here with Saul. Dhe kjo është ideja këtu me Saulin. God told him to destroy everything. Zoti i tha të shkatronte çdo gjë. Saul, don't leave anything left. Saul mos lë asgjë aty. And these Amalekites were cowards. Dhe këta Amalekitët ishin frikacak. They were like snakes in tall grass. Ata ishin si zjarpërinjt në barin e gjatë. They were thirsty for blood, Ata ishin të ujitur për gjak and they hated God and his people. dhe ata urenin Zotin dhe Izraelit. They were the kind of enemy Dhe ata ishin ai lloj armiku that ambushed Israel in the dark që e vinte e priste Izraelin në errësirë and attacked the weak ones first. dhe sulmonte gjithmonë të dobtit. God wanted Saul to kill them, Dhe Zoti dështe që Sauli t'i eliminonte, so there would be none of them left. që mos të ngelte as Amalekit. When you study the root of these words that God used here, Dhe kur studioni rrënjën e këtyre fjalëve që përdori Zoti këtu, it means to destroy them so badly do të thotë që t'i shkatronte ata aq keq that none of them që asnjëri prej tyre nor anything they had could be used for anything. apo asgjë që ata kishin mos të përdoreshte kur. Up until this point, Dhe deri në këtë pikë, this was already a 400-year battle kjo ishte një betejë gati 400 vjeçare between Israel and the Amalekites. midis Izraelit dhe Amalekit. You ever be sleeping at night Dhe a flini ndonjëherë gjumë natën and you hear this fly that's flying around the room, dhe dëgjoni atë mushkojën ose mizën që ju vinë në vesh and you know when you hear it, dhe ju e dini që kur e dëgjoni it's going to be a very long night. do jetë një natë shumë e gjatë. Every time you look like you're about to get some rest, Dhe çdo herë që më në fund bini në gjumë, you hear it fly dëgjoni atë zhurmën and acaruese it lands right on you. dhe ju vinë mu të vesh. You think you're going to kill it? Dhe mendoni që do e vrisni You're going to pick up everything in the room and throw it at it. dhe merrni çdo gjë në dhomë dhe ja hidhni asaj. But you hear it fly away
por pastaj e shikoni e dëgjoni që fluturon just to come back again when you least expect it to. dhe ajo rikthehet kur ju nuk e prisni. That is exactly what's happening in our story. Tu eksaktësisht po ndodh kjo në historinë tonë. The Lord was tired of these flies of the Amalekites. Zoti ju mërzitën këto mushkonja dhe nizat e Amalekitëve And Saul's command from God was very specific. dhe urdhërimi që mori Sauli prej Zotit ishte tepër specifik. God still gives a very plain command to us. Zoti akoma na jep një komand shumë të thjeshtë neve. And our flesh is tempted every day Dhe mishi jon tundohet çdo ditë to look for a way to disobey before we even disobey. që të kërkoj një mënyrë se si mund të bjem në pabindësi përpara se të jemi të pabindës. The struggle with most people Dhe vështirësia me shumë njerëz is not that they misunderstand the command. nuk është që ata e keq kuptojnë urdhërimin, It's that they give in to the flesh por është që ata ju dorëzojnë mishin. and immediately look for a reason not to do what God says to do. Dhe me njerë kërkoj një arsye mos të bëjnë atë që Zoti ju tha që të bëni. And God demands no deviation from his commands to us. Dhe Zoti nuk duron asnjë shmangje prej urdhërimeve që ai na jep ne. Next this morning, I want you to see Dhe së dyti këtë mëngjes dua të shikoni the downfall decided in the dark. rënja që u vendos në errësirë. I want you to read these verses here. Do lexojmë vargjet nga vargu 4 deri te vargu 9. Yep. Dhe Sauli e mblodhi popullin së bashku dhe i numëroi ata në Telaim, 200.000 këmbësorë dhe 10.000 burra nga Juda. Dhe Sauli erdhi në një qytet të Amalekut dhe zuri prit në Lugin. Dhe Sauli u tha kenitëve, ikni largoni e zbrisni poshtë nga mezi i Amalekitëve, që mos t'ju shkatroj bashkë me ta, sepse ju dëftuat dashamirës të gjithë bijve të Izraelit kur ata po ngjiteshin nga Egjipti. Kështu kenitët u largua nga mesi i Amalekitëve. Dhe Sauli i goditi Amalekitët nga Avilau derisa vjen në Shur, që gjendet Matan përballë Egjiptit. Dhe ai e zuri të gjallë Agagun, mbretin e Amalekitëve, dhe ai e shkatroi krejtësisht tër popullin me teun e shpatës. Por Sauli dhe populli e kërcyen Agagun, si dhe më të mira të ndërdele që majmok qengja e gjithë shkaq të mirë dhe nuk deshën t'i shkatronin krejt. Por çdo gjë që ishte frejnë dhe pa vlerë shkatruan krejtësisht. Now I want you to look at verse number 12. Tani shikoni edhe një çik vargu 12. Dhe kur Samueli u çua herët që të takonte Saulin në mëngjes, Samueli t'i treguan duke i thënë: Sauli erdhi në Karmel dhe ja, griti një vend për vete, shkoi vërtet dhe kaloi Matan dhe ka zbritur në Gilgal. And verse number 24. Dhe tani vargu 24. Dhe Sauli tha Samuelit: kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhërimin e Zotit dhe fjalët e tua, nga që ja pata frikën popullit, ju binda zërit të tyre. This is the heart of the message. Kjo është zemra e mesazhit. Please get this morning. Dhe ju lutem përpiquni sa më shumë që ta kuptoni. This entire message would be easier to preach I tëri ky mesazh do të ishte më i thjeshtë për të predikuar if there was a single moment of weakness on the battlefield. nëse do kishte një moment të vetëm të dobësisë në këtë fushë betoj. Maybe Saul saw some good sheep Ndoshta Sauli pa disa kafsh dele të mira and some cows. dhe ndoshta disa lopa të mira And he said, hey, I can eat those. dhe tha, po unë mund t'i jap për vete. And he took them. Dhe I mori. Now, I mean, God told him not to. Tani Zoti I tha që mos ta bënte. But we would say, okay, he fell into temptation. Dhe ne mund të themi mirë, ai ra në këtë tullim. He saw a big steak. Dhe ai pa një biftek të madh Who doesn't want a big steak? dhe kush se do një fiorentinë të All madhe. right. But if you look at the chapter closer, Por nëse e shikoni kapitullin më afër, you will see that there was a fall that happened before the fall. do të shikoni atë rënjen që ndodhi përpara rënjes. Look at verse number 12. Shikoni vargun 12. I want to read it again. Dua ta lexoj përsëri. The Bible says that when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him a place, up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. Dhe kur Samueli u çua herët që të takonte Saulin në mëngjes, Samueli t'i treguan duke I thënë:
Sauli erdhi në Karmel dhe ja, ngriti një vend për vete, shkoi vërdall dhe kaloi Matan dhe ka zbritur në Gilgal. Now, this might not make much sense to you, but I'm going to explain it. Tani kjo mund mos të bëj shumë kuptim për ju, por unë dua ta shpjegoj. If you study these words out, Nëse studioni këto fjalët, what happened here was Saul did not just set him up a place. çfarë ndodhi është që Sauli jo thjesht ngriti një vend për vete. He basically made a monument of himself for himself. Bëri një monument të vetes për vete. It's a sense of pride, Është një lloj krenarie, a personal marker of his achievement. një shenjë personale e asaj që kishte arritur Sauli. Before the man of God came, Dhe përpara se të vinte njeriu I Perëndis, Samuel, Samueli, Saul was already patting himself on the back proud. Sauli po e kënaqiste veten This was not the start of this feeling in Saul's life. dhe kjo nuk ishte fillesa e kësaj ndjenjeje në jetën e Saulit. This fall flowed from a heart Por kjo rënje erdhi nga një zemër that had already decided what this day was really about. që tashmë e kishte vendosur se për çfarë do ishte kjo ditë. He cared more about what the people thought Ati I interesonte më shumë se çfarë mendonin njerëzit than what God wanted. se çfarë deshte Zoti. And then he said that in verse number 24. Dhe thot te vargu 24, He says there that I have feared the people. dhe tha nga që ja pata frikën popull. And not only did he sin, Dhe jo vetëm që më katoi, but he also transgressed. por gjithashtu shkeli. These are not the same things. Dhe këto nuk janë njësoj. I pray that God helps us. Dhe lutem që Zoti të na ndihmojë. The sin Mëkati means that you simply miss the mark. do të thotë që ti thjesht nuk e arrite atë gjë. I did not arrive at that thing that God told me to do. Unë nuk arrita tek ajo gjë që Zoti deshte që unë të arrija. I did not arrive at the thing that God told me to stop doing. Dhe unë nuk arrita tek ajo gjë që Zoti më tha që mos ta bëja më. You're aiming for a target Dhe ti ke ke një qëllim and you fall short of that target. dhe nuk e arrin dot atë qëllimin. The Bible says, for all have sinned Dhe Bibla thotë që të tërë kanë mëkatuar and have come short of the glory of God. dhe kanë rënë poshtë lavdisë së Perëndisë. It does not require a specific law that is violated. Dhe nuk kërkon një ligj specifik që është shkelur, It simply means falling short of the standard of God. por thjesht do të thotë që të biesh shkurt standardit të Zotit. That is sinning. Dhe ky është mëkati. This transgressing is different. Por kjo shkelja është ndryshme. It means to pass over a boundary. Do të thotë që ti të kalosh sipër një kufiri. It means that God has drawn a line. Do të thotë që Zoti ka bërë një vizë And he says, hey, do not cross that. dhe ai thotë mos e kalo këtë vizë, And you cross it anyways. por ti e kalon atë vizë. Pray for me this morning. Lutuni për mua. Transgression is sin, Shkelja është mëkat, but it's taken farther por është çuar çik më larg, because it is the willing heart sepse është zemra e plot dëshirë to cross the line that God has drawn. që të kalosh atë vizën që Zoti kishte vënë. And we have to say, thank God for Saul, Dhe duhet të themi Zotit falendero për Saulin, that he admitted to his sin. që ai të paktën e pranoi mëkatin e tij. But he's admitting that he sinned, Por ai po e pranon mëkatin e tij and he did it willingly. dhe ai e bëri me plot kuptim. That's not a fall. Dhe kjo nuk është një rënje, That's a decision. por kjo është një vendosje. And he says he did it all Dhe ai tha e bëri të tërën, because he feared the people more than he feared God. sepse ai ja pati frikën më shumë popullit se sa Zotit. And he obeyed their voice. Edhe ai u bind zërit të tyre. But that's not an excuse. Por ky nuk është një justifikim. There is no excuse to disobey God. Dhe nuk ka asnjë justifikim përballë bindjes së Zotit. So many people that we know live this way. Dhe njohim shumë njerëz që jetojnë në këtë mënyrë. They know what God has said, Ata e dinë se çfarë Zoti ka thënë, but they transgress against him por ata shkelin kundër atij, because they have set them up in a place in their own heart sepse ata e kanë vënë veten e tyre në zemër, that they know better than God knows. që ata dinë më mirë se Zoti. They know better than what the Bible says. Dhe ata dinë më mirë se si thot Bibla. That's why we have camps for young people by other people.
Dhe ja, pse kemi kampet për njerëzit e rinj, and they drink and they smoke and they do other things. dhe ata pinë gjëra, That has nothing to do with God and nothing to do with the Bible. pinë gjëra që nuk kanë të bëjnë me Zotin That- dhe me fjalën e Biblës. That's why they hold hands with people of false belief and false doctrine. Dhe ja pse mbajnë duart me njerëzit që ju përkasin besimeve të rëmta. We should just all hold hands and work together. Të tërë të mbajmë duart së bashku e të bashkëpunojmë. Don't worry, they just believe a little differently than we do. Dhe s'ka problem se ja një dy gjëra besojnë ndryshe. I'm here to tell you this morning, Unë jam këtu t'ju them këtu it's mëngjes, not a little differently. nuk është një ndryshim I vogël. They don't believe the very words of God. Por ata nuk besojnë vetë fjalët e Zotit. God said no, Dhe Zoti tha jo, and God has His word, dhe Zoti ka fjalën e Tij. and He has taken His word Dhe ai ka marrë fjalën e Tij and He has drawn a big line in the sand. dhe ka bërë një vizë të madhe në rër. And God says, don't cross it. Dhe Zoti thot mos e kalo atë vizë. And anyone, Dhe çdo njeri, and that's including all of us, dhe përfshirë të tërë neve, anyone that walks past that line willingly çdo njeri që e shkel atë vizën me qëllim, has transgressed against a holy God. ka shkelur kundër Zotit të shenjtë. And if that does not bother you, Dhe nëse kjo nuk ju merakos, if that bores you, dhe nëse kjo ju mërzit, then I hate to say this to you this morning, atëherë e urej që ta them këtë, but you need to be saved. por duhet të shpëtohen. These people are not ignorant, Dhe këta njerëz nuk janë ignorant, they're lost. por janë të humbur They've decided, dhe kanë vendosur, I don't care what God thinks, mua nuk më intereson se çfarë mendon Zoti. I'll go my own way and I'll do my own thing. Unë do shkoj në udhën time dhe do bëj gjën time. But I love God. Let's sing a little song together. Por unë e dua shumë Zotin e do këndoj ja një dy tre Let's, këngë. let's read one little happy verse about how God is love, Dhe të lexojmë një varg të vogël se si Zoti është dashuri, but they don't love God. por në të vërtetë ata se They're duan Zotin, lost. sepse janë të humbur. And one day, Dhe një ditë their sin will find them. mëkati I tyre do I gjej ata. I don't know if you read it here with me or not, Dhe nuk e di nëse e lexuat me mua apo jo, but Samuel came around por Samueli erdhi and Saul said this, dhe Sauli tha këtë: thank God I did what he told me. falenderoj Zotin që bëra atë që më tha që të bëja. And everything looked good. Dhe çdo gjë duke e mirë, But then in the background, Samuel heard something. por pastaj Samueli dëgjoi diçka, Bah, dëgjoi zërin e delën. oh no, Po jo, their sin will find them. mëkati I tyre do I gjej ata. And one by one they will fall. Dhe një nga një ata do të bien. And the only ones left Dhe të vetmit ata që ngelen will be the ones who really care about God do jenë ata që me të vërtet merakosen për Zotin. and really cares about what God cares about. Dhe vërtet kanë interesat e Zotit. They are the ones that have lived their lives Dhe janë ata që jetojnë jetën e tyre, trying their best never to cross that line that the Word of God says not to cross, duke u përpjekur sa më fort mos të kalojnë atë vizën që Zoti ka vendosur, because they are the ones that love Him. sepse ata janë me të vërtet ata që dashurojnë Zotin. And don't be ashamed of loving God. Dhe mos të keni turp prej dashurisë për Zotin, Don't be ashamed of loving God so much dhe mos keni turp që e doni Zotin aq shumë that everybody looks at you like you're crazy. që të tjerët ju shikojnë sikur të jeni të çmendur. They're the ones that's crazy. Ata janë ata që janë të çmendur. How can you look at someone in the face Dhe si mund të shihni dikën në fytyrë and not love someone who's died for your sin? dhe mos të kesh dashuri për atë që vdiq për How can mëkatin you tuaj. look, how can you look Jesus in the face Dhe si mund të shihni Jezusin në fytyrë and not kiss Him and love Him dhe mos ta puthni dhe mos ta dashuroni, for Him delivering you from the lake of fire? sepse ai ju çliroi juve nga liçeni I zjarrit. You remember our verse from Wednesday? Dhe nëse kujtoni vargun ton na e mërkura, If you love me, nëse më doni, keep my commandments. bani urdhërimet e mia. You go hiking with people Nëse shkon për të ecur me njerëzit të mal who call themselves Christians, që I quajnë veten të krishterë they sit across a table from you dhe rin një tavolinë larg prej teje and they drink and they get drunk, dhe pinë edhe bën tap, and you choose not to transgress against God, dhe ti zgjedh që mos të shkelësh urdhërimet e Zotit. God says, thank you. Zoti ju thot faleminderit. When you go to a camp
Dhe kur shkon në një kamp that is supposed to be filled with Christ, që supozohet të jetë i mbushur me Krisht, and people are drinking and smoking and doing other things, dhe njerëzit po pinë alkool edhe cigare dhe gjëra tjera, you choose not to transgress against God, dhe ti zgjedh që mos të shkelësh kundër Zotit. God says, Zoti i thot, thank you. faleminderit. You haven't given over your heart to the wicked. Dhe ti nuk ja ke falur zemrën të ligëve. You haven't given over your heart to the world. Dhe ti nuk ja ke falur zemrën botës. You've decided to live separated and live holy. Por ke zgjedhur të jetosh i ndarë dhe të jetosh i shenjtë. They may sit and they may laugh at us. Nga mund të ulen dhe të qeshin me ne. They may tell everyone how crazy we are for believing Jesus Dhe mund t'i thonë të tjerëve se sa të çmendur jemi që i besojmë Jezus. and believing the Bible. Dhe që i besojmë Biblës. And I have to say this morning, Dhe dua të them këtu mëngjes. I hope that they go tell people. Shpresoj që t'i thonë ashtu. I hope that people know that I stand with the Bible. Dhe unë shpresoj që njerëzit e dinë që unë qëndroj me Biblën. I hope people say about me, Dhe unë shpresoj që njerëzit të thonë për mua, he's a Jesus lover. është ai që do Jezus. If that's the worst thing that they can say about me, Dhe nëse kjo është gjëja më e keqe që mund të thonë për mua, then I've done good. atëherë unë kam bërë shumë mirë. I made a decision a long time ago. Sepse unë bëra një zgjedhje shumë kohë më përpara, I don't care what people think. që unë nuk më intereson dhe se çfarë thoshin njerëzit, I'm just going to do my best to go with God. por thjesht do përpiqem sa më fort që të shkoj me Zotin. And I'll be honest, I don't even care who I lose along the way. Dhe të jemi sinqert, mua nuk më intereson se kë humb gjatë rrugës, But I will continue to do my best to gather some along the way por unë do përpiqem sa më fort që të mbledh disa gjatë rrugës, that love Him too. që gjithashtu e duan Krishtin. There may not be many, Dhe mund mos të jenë shumë, but God said the way is narrow. por Zoti tha që rruga është e hollë. The Bible says in Matthew chapter number 7, Dhe Bibla thot tek Mateu 7, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. hyni përmes portës së ngushtë, se e gjerë është porta dhe e hapët është udha që çon në shkatrim, dhe të shumt janë ata që hyjnë në të, sepse ngushtë është porta dhe angërt është udha që çon në jetë, dhe të pakët janë ata që e gjejnë atë. There may only be a few that find it, Dhe mund të ketë shumë pak që e gjejnë, but thank God I found the way. por falenderoj Zotin që të paktën e gjet atë udhë. And thank God I've got some people that are on the way. Dhe falenderoj që të paktën kam edhe ata pak njerëz që janë me mua në atë udhë. That other way leads to death, Dhe ajo udha tjetër çon në shkatrim, and it leads to destruction. në vdekje dhe në shkatrim. Thank God I'm not going that way. Dhe falenderoj Zotin që s'po shkojnë në atë mënyrë. Saul lied, Dhe Sauli gënjeu. and he said, I did what God told me. Dhe ai tha, unë bëra atë që Zoti më urdhëroi. And then he said, wait, it was the people who did it. Dhe pastaj tha, po ishin njerëzit që e bën atë. And then he tried to please the Lord with his transgression. Dhe pastaj u përpoq të kënaqte Zotin me shkeljet e tij. And he said, oh, I saved all of these sheep and these cows, Dhe ai tha, unë i shpëtova të tëra këto kafsh, so I could worship you with them. që unë mund të flijoja ata për ty. That's like saying, I've gathered all of this raki and these beers together, Është sikur të thua që unë kam bler të tëra këto rakit, and we're going to worship the Lord with them. që të adhurojmë Zotin me këto rakit. That does not happen. Kjo nuk ndodh. God has had enough. Edhe Zoti ka patur mjaft. I want you to see lastly this morning, Dua të shikoni së fundi the doom that could not be delayed. dënimi që nuk mund të vononte. All right, let's look at these verses together. Lexojmë këto vargjet së bashku. Go ahead and read those. Dhe Samueli tha, a gjen Zoti kënaqësi më të madhe në ofrime të djegura e flijime, apo në bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, të bindesh është më e epërme se flijimi, dhe të dëgjuarit më i mirë se sa dhjamimi i deshve. Sepse rebelimi është një lloj si mëkati i shtrikërisë, kurse kokëforcia është një lloj si paudhësia dhe idhujtaria. Meqense se ti e ke refuzuar fjalën e Zotit, dhe ai të ka refuzuar si qenit mbret. Dhe Sauli i tha Samuelit, kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhërimin e Zotit dhe fjalët e tua, nga që apata frikën popullit ju binda zërit të tyre. Tani pra, të lutem, fale mëkatin tim dhe ktheu prap me mua, që të mund të adhuroj Zotin. Tani të vargu 29. Gjithashtu, forca e Izraelit nuk do të gënjejë, nuk do të pendohet, sa ai nuk është njeri që të pendohet. Verse 32 through 33 and 35. Vargjet 32, 33 dhe 35.
Pastaj Samueli tha, më sillni këtu Agagun, mbretin e Amalekitëve. Dhe Agagu ju afroa me delikates, se Agagu thoshte, me siguri hidhësia e vdekjes ka kaluar. Dhe Samueli tha, ashtu si shpata jote I katandisi gratë pa fëmijë, kështu do të katandiset e pa fëmijë dhe nëna jote ndër gra. Dhe Samueli e bëri Agagun copë e çik përpara Zotit të Gilgal. Dhe deri në ditën e vdekjes së tij, Samueli nuk erdhi më ta shite Saulin. Si të qoftë, Samueli mbante zi për Saulin dhe Zoti ndoroi mendjes që kishte bërë Saulin mbret mbi Izraelin. God has had enough. Zoti kishte duruar mjaftueshëm Saul is not sorry. dhe Saulit nuk I vin keq me të vërtetë. Saul is not tricking anyone. Dhe Sauli nuk po ja edhe askujt. Oh, I'm sorry, Lord. O, më fal shumë o Zot. Let's take all these things that you've told me not to do and let's worship the Lord. Le të marr këto gjërat që më the që mos t'i merja dhe të adhurojmë Zotin. He's not sorry of what he did. Sauli nuk është pendues për atë që bëri, He's sorry because he got caught doing it. por është pendues sepse ai u kap duke e bërë këtë gjë. Because if Samuel had said nothing to him, Sepse nëse Samueli nuk do I thoshte gjë atij, Saul would still be in that little place that he made for himself, Sauli akoma do të ishte në atë vendin që bëri për vete, worshiping with what he thought was good work. duke adhuruar me atë që mendoi se ishte punë e mirë. Saul made a decision, Dhe Sauli bëri një vendosje and God had made a decision. dhe gjithashtu Zoti bëri një zgjedhje. And after deep sadness, Dhe edhe pasi një trishtimi të thellë, God turned his mind from a man that had an unchanging heart. Zoti e ktheu mendjen e tij nga një burr që kishte një zemër të pandryshueshme. You may be here and here this morning. Dhe ju mund të jeni këtu mëngjes But listen to me closely. dhe më dëgjoni me kujdes. Maybe you have an unchanging heart. Ndoshta ju mund të keni një zemër të pandryshueshme God has told you, dhe Zoti ju ka thënë, and he's told you, dhe ju ka thënë, and he's told you, dhe ju ka thënë, and it hasn't changed you. dhe nuk ju ka prekur ose nuk I ka ndryshuar juve, You've not allowed God to change you. dhe nuk e keni lejuar Zotin që t'ju ndryshojë. There's coming a time Dhe do të vi një kohë when God says, I've had enough. kur Zoti do të thotë kam duruar mjaftueshëm. And I would be scared to think about what would happen during that time. Dhe unë do të kisha frikë të mendoja se çfarë mund të ndodhte në atë kohë. God turned his mind from a man with an unchanging heart. Zoti e ktheu mendjen e tij nga një burr që kishte një zemër të pandryshueshme. God was saddened that Saul's heart had chosen the course it had chosen. Dhe Zoti ishte I trishtuar që zemra e Saulit zgjodhi atë që kishte zgjedhur. Thank God for the man of God Por falendero Zotin për njeriu e Perëndis who was willing to do what he could not, the job that was not finished by someone else. që ai kishte dëshirë të bënte atë punë që nuk ishte përfunduar nga Sauli. He killed Agag. Dhe ai e vrau He Agagun cut him up in pieces. dhe bëri copë çik. But the damage had already been done. Por dëmtimi tashmë ishte bërë. And the damage that was done on this day Dhe edhe ky dëmtim që u bë në këtë ditë continues to affect Israel even today. vazhdon të ketë një efekt mbi Izraelin edhe në ditën e sotme. I'm very thankful to be the pastor here. Dhe jam falenderues që të jem pastor. I'm very thankful to each one of you Dhe jam falenderues për secilin prej jush for coming here që erdhët këtu and worshiping the Lord with me. duke adhuruar Zotin me mua. Some of you have been here a long time. Disa për jush keni qenë këtu një kohë të gjatë. Some of them for you for a short time, but thank God you're here. Disa për jush për një kohë të shkurtër, por falendero Zotin që jeni këtu. There are people that are all over this city Ka njerëz në këtë qytet that are just like Saul. që janë si Sauli. They look good. Dhe ata duke mirë, They seem like they have the right heart at first. dhe duken si në fillim kanë atë zemrën e dur. But then when they reveal themselves fully, Por pastaj kur e zbulojnë veten e tyre plotësisht, it hurts one of you ju dëmton një prej juve or it hurts others. ose dëmton të tjerët. And I have to take this sword Dhe duhet që të marr këtë shpatë of the word of God të fjalën e Zotit and I have to cut Agag in pieces. dhe duhet që ta pres Agogun I never complain about that. dhe un kur nuk ankohem për të. But the shepherd is warning you today. Por bariu ju paralajmëron ju sot Don't follow a Saul. mos ndiq një Saul. Saul has intentions that you might not know about. Sauli mund
të ketë qëllime që ju nuk I dini. Saul has something dark and secret in his heart Dhe Sauli mund të ketë diçka të errët në zemrën e tij, that is not from God. që nuk është prej Zotit. The good news is Por lajmi I mirë është that there was a David coming. që ishte një Samuel që po vin. 1 Samuel chapter 16 Një Samueli kapitulli 16 and verse 1. dhe vargu I parë. Bible says, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil, and go. I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Dhe Zoti kur I tha Samuelit, deri kur do të mbash zi për Saulin, duke e parë se kam refuzuar së mbretërorin mbi Izrael, mbushe bririn tënd me vaj dhe shko, do të dërgoj një Jese Betlehemiti, sepse kam siguruar për veten një mbret nga mes I bijve të tij. Listen to me closely. Më dëgjoni me kujdes. Some of you are in here this morning Disa për ju jeni këtu, that you're mourning edhe ju po mbani zi, and always thinking about the Saul that you experienced in your life. dhe gjithmonë po mendoni për atë Saulin që e patët si përvojë në jetën tuaj. God sent me here this morning to tell you Por Zoti më tha këtë mëngjes që t'i thosha juve to get over it. që ta kaloni këtë. God has had enough of Saul. Dhe Zoti duroj mjaftueshëm atë Saulin. Put those things away. Dhe vini ato gjëra pas. Grab a horn of oil, Dhe meni atë bririn me vaj, which is a picture of the presence of God, by the way, që është portretizim I prezencës së Zotit. and go serve the true king, Dhe shkoni t'i shërbeni mbretit të vërtet. the king that God has placed on the throne. Mbreti që Zoti I ka vënë te froni. David is a picture of Jesus, by the way. Dhe Davidi është një portretizim I Jezus. Go grab you the presence of God in one hand, Merrni prezencën e Zotit në një dorë, that word in another, atë fjalën në një tjetër, and go serve the Lord. dhe shkoni t'i shërbeni Zotit. And just let Saul be Saul. Dhe thjesht lëreni Saulin që t'jetë Saul. Let him die in his own sins and his own transgressions. Dhe të vdesi në mëkatet dhe shkeljet e tij. Their sin will find them. Dhe mëkati I tyre do t'i gjejë ata. Their deception will find them. Dhe mashtrimet e tyre do I gjejnë ata. Their disobedience will catch them. Dhe mosbindja e tyre do t'i kapi. Their lies will come forth one day and they'll be seen. Dhe gënjeshtrat e tyre do të dalin një ditë dhe do të shihen. You see, there's a fall before the fall. Dhe është një rënje para rënjes. It's a fall in the heart. Është një rënje tek zemra. And sadly, Dhe në mënyrë të trisht, in the very end, në fund, all of this will cause another fall. e tëra kjo do të shkaktojë një rënje tjetër. 1 Samuel chapter 31. Një Samueli 31. The Bible says, and then said Saul unto his armor bearer, draw thy sword, and thrust me through therewith. Lest these uncircumcised come and thrust me through, and abuse me. But his armor bearer would not, for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword and fell upon it. Atëherë Sauli I tha armbajtësit të tij, nxjerrë shpatën e më tej shpo, që të mos vinë të më tej shpojnë e të më abuzojnë këta të parethprer, por armbajtësi I tij nuk deshi sepse kishte shumë frikë. Prandaj Sauli mori një shpatë e udh mbi të, edhe kur armbajtësi I tij e pa Saulin se Sauli vdiq, u udh në të njëjtën mënyrë mbi shpatën e vet dhe vdiq bashkë me të. Kështu në të njëjtën ditë vdiqën së bashku Sauli, 3 bitë e tij, armbajtësi I tij dhe të gjithë burrat e tij. One day it'll all be revealed. Një ditë do të zbulohet e tëra Saul will fall upon the sword. dhe Sauli do të hidhet mbi shpatë. And don't be like this other guy. Dhe mos tini si ky armbajtësi. Don't fall with Saul. Mos bini bashkë me Saulin. That early rejection of God from Saul Dhe ai refuzimi I hershëm I Zotit për Saulin, resulted not only in his death, jo vetëm që shkaktoi vdekjen e tij, but the death of his family por vdekjen e familjes and the death of everybody around him. dhe vdekjen e çdo njeriu rreth tij. Saul made a decision, Dhe Sauli bëri një zgjedhje. and that decision affected everybody. Dhe kjo zgjedhje kishte një efekt mbi të gjithë. But God made a decision. Por gjithashtu edhe Zoti bëri një vendosje. He turned his mind from an unchanging heart. Ai e ndëroi mendjen e tij nga një zemër që nuk ndryshon e kurrë. This morning, Dhe këtë mëngjes, don't let Saul bring you down with him. mos e lini që Sauli t'ju marrë juve me vete. Whatever Saul is or whoever Saul is in your life, Çfarë do lloj që Sauli të bëjë në jetën tënde ose të jetë në jetën tënde, get up and move on. çoni edhe lëreni pas. Get up and go with God. Edhe shkoni me Zotin. And this morning, if you have fallen,
Dhe këtë mëngjes nëse keni rënë and you have transgressed already in your heart, dhe keni shkelur në zemrën tuaj, you better repent of that thing më mirë të pendohesh për këtë gjë, before it results in a fall that you cannot recover from. përpara se të rezultojë në një rënje që kur nuk mund të ktheheni. There will come a point when God has had enough. Dhe do të vijë një ditë kur Zoti ka dhuruar mjaftueshëm. Get up, Dhe çomni, grab the presence of God, merrni prezencën e Zotit grab the word of God, dhe fjalën e Zotit and go serve the King. dhe shkoni ti shërbeni mbretit. The fall before the fall. Dhe rënja përpara rënjes. Let's take time and let's pray this morning. Le të marrim kohë dhe të lutem.